Arabia Saudite sapo e tronditi botën me ato që po ndërton. Arabia Saudite sapo theu çdo rregull në liber. Ata nuk po ndërtojnë një qytet, ata po ndërtojnë rrogaqie që shtrihen për kilometra, male që krijojnë në borë në shkretë të tir dhe një qytet industrial lundrues në mes të detit të kuq. Dhe pjesa më e çmendur tashmë po ndodh. Ky nuk është një koncept, ky është transformimi më ambicioz që bota moderne ka parë ndonjëherë. Dhe do të zbuloni pse bota po e shikon Arabinë Saudite sikur më parë. Via. Le të fillojmë me atë që shkatërroi çdo ide që kishim për qytetet. Via. Ky nuk është thjesht një qytet, është një megastrukturë 170 kilometra e gjatë, e mbuluar me pasqyrë, që pret drejtë në shkretë të tir, pa rrugë, pa makina, vetëm transport me shpejtësi të lartë dhe sisteme të mundësuara nga inteligjenca artificiale që lidhin gjithçka brenda pak minutash, e projektuar për të streuar 9 milion njerëz, të gjithë të grumbulluar vertikalisht, duke jetuar në një utopi me emetime zero. Imagjinoni të dilni nga dera juaj dhe të keni gjithçka që ju nevojitet: shkolla, parqe, dyqane, madje dhe hapësira pune, brenda një shëtitje e 5 minutëshe, të gjitha ndërsa jeni të rrethuar nga natyra. Dhe merrni parasysh këtë: i gjithë